Unë e thëmë prej elementeve kryesore i kena gjumin, pastaj e dyta është ushqimi, pastaj e treta është stërvitja. Këtu do është ta me të pytë, do me thonë gjumi me rëndësi? Në qofë se s'ke flejt 8 orë si një i madhë, atër s'kime qenë gjendje as për punë tamam, as s'kime qenë gjendje me vepru tamam, as s'kime qenë besa në gjendje me dëgju. E sot, a mendon që njerëzit i bëjnë nga 8 orë gjumë, Agnes? Jo, kanë munges, qësoj pjesë kanë munges shumica, dhe më vjen shumë keq, ku e lojnë trunin deri qati, se truri është pjesa kryesore e krejt, mekanizmi kryesor i krejt trupit, edhe që se na trurit si qojnë atë gjumë atëhere, qysh ka me pas dikush mundësin me funksionu gjatë të ditës pozitiv, se po kërkojna pozitivitet nga do që po shkojmë, kur vjen puna me kërku, dhët me ditët qka po kërkojna dhe qka pisërvojna vetit. E vërtet. Për mu shpike dëpë gjumi, ndoshta dhe flejerët e ndoshta negativiteti më i madhë që hasim tek njerëzit është mungesa e gjumit, besoj. Që regullimet e para i sepse jo të gjithë njerëzit bëjnë 8 orë gjumë, ma mërmendja mua. Edhe është për me të ardhë keq. Unë menoj që është për me të ardhë keq, se seriozisht suplementi i por është gjumi, pastaj ushqimi. Mjafton të paktën me najt deri në ora 12 i natës, në ora 8 me uzgju, këtë ras nuk vjen për trajnerët. Se për shambull unë e flej 9:45, mbromja dhe qohëm 4:45. Agnesat, nuk tjetë hiq pikë që ka ndodhë mas 9:45-va? Besoj që kom të i kalu herët qëto periuda, edhe nuk është se më qoj roshtër ose kom gojlën se që më ndodhë qytet, prapë se prapë në fitness kanë me orë që ta njerëz ma vunë kanë me të regu që obu. Po të paktën. Ose të paktën që ta njerëz e disiplinu nga duhe neve. Qaj i mazdarkës që më ndodhë me shoqe, që ajo se për me dalë këna harru më të jo Agnes. Vërtet. Unë zakonisht, ne janë matë madhen e bëjnë ora 9-10 mramje me shoqet e mija, që i thiri për qaj, ose komshiket e lagjës, ose të shka që mblidhemi me një kohë që thojmë për vetën. E që është i dëmë shumë pas taj se po mbesim pa gjumë. Pra ndaj, soj kushtojnë rëndësi na me full me vetën, është pak, edhe sojna të rëthun prej njerëzve që detyrimisht i bojnë ato gjona shko kërëthonave shoqnisë. Na si shqiptore kena insistimin pak në gjak, insistojna dhe nuk e pranojna jonë si gjendje kufitore ta mos personale. Me thonë jo, tamon. Kër thu për diçka jo, prekën, i me i thotë, është interesant të kjo pjesë. Unë mendoj që është puna të kufit edhe të ona insistimit ku shqiptare ka pas gjithmonë mikpritje në gjak, edhe në momentin që i thu jo një jetë shumë i preku se krejt qka ka pas me dhonë është që ka pas edhe për vete. Pra ndaj e kena insistimin halo në pjesë tjetës të pandashme, edhe kena shumë problem pjesën e ndryshimit kur vendosëm me thonë jo. Që kjo insistimi është i të